Është data 13 janar 2016, kur Gloria Rosbuk, 49 vjeçe, me profesion mësuese, rikthehet në shtëpi për të ngrënë drek tek prindrit e saj të moshuar. Ajo informon prindrit që duhet të rikthehej në shkollë atë mbasdite sepse kishin një mbledhje. Prandaj han drek shpejt e shpejt, ajo bëhet gati dhe del nga shtëpia, por përpara se të dalë nga shtëpia, bën një gest që nuk e kishte bërë asnjëherë më parë. I jep një puthje në faqe babait të saj. Tani ajo sigurisht që babain e saj donte shumë, por nuk ishte në karakterin e saj që të tregonte dashurinë në këtë lloj mënyre. E megjithatë, i jep të puthje babait të saj dhe del nga shtëpia. Por kur prindët e saj shohin që ka shkuar ora 7 e darkës dhe Gloria nuk është kthyer në shtëpi, një gjë që nuk e bënte kurrë, por kur vjen ora 7 e darkës dhe Gloria nuk është kthyer në shtëpi, prindët e saj fillojnë të shqetësohen, sepse ishte shumë jashtë karakterit të saj. Ajo ishte shumë korrekte dhe nëse do kishte pasur ndonjë ndryshim plani, me siguri do kishte lajmëruar. Dërgoi një të afërmen e tyre në shkollë që të shohë nëse Gloria është aty, por ajo shikon që në shkollë dritat janë të fikura. Tashmë njerëzit janë rikthyer në shtëpi, nuk ka asnjë mbledhje në fakt. Pra, Gloria nuk ndodhet në shkollë. Dhe kur arrin ora 9 e darkës, aty fillojnë vërtet të alarmohen dhe shkojnë të bëjnë një denoncim në polici. Dhe vetëm 3 ditë mbas denoncimit në polici, trupi i pajet i Glorias do gjendet në një pikë grumbullimi plerash, vetëm disa kilometra larg shtëpisë së saj. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Mysteryland. Emri im është Eri dhe këtu ne tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Nëse këtë lloj videosh ju pëlqejnë, mund të bëni subscribe në kanalin tim për më shumë video të ngjashme në të ardhmen. Gjithashtu ju ftoj që të lini një like dhe të më lini një koment, sigurisht mbasi të keni dëgjuar gjithë historinë. Përpara se të fillojmë, sigurisht më duhet t'ju paralajmëroj, kanali im trajton histori pak të rënda, kështu që nëse jeni shumë të ndjeshëm, ndoshta ky nuk është kanali i duhur për ju. Një tjetër paralajmërim këtë radhë pak ndryshe do ta bëjmë sepse do ketë përmendje të ndoshta të përfshirjes së agresorit në komunitetin LGBT. Kjo për të thënë që në asnjë moment nuk është qëllimi im që të shpërndaj një mesazh negativ mbi këtë komunitet. Fakti që ky person ka bërë një gjë të tmerrshme dhe mundet të jetë pjesë e LGBT-s nuk do thotë që çdo kush që është pjesë e LGBT-s ka tendenca për të bërë gjëra të tilla. Dhe pa humbur kohë, le të fillojmë me historinë. Çdo kush që ka njohur Glorian nuk ka gjë tjetër për të thënë përveç fjalëve më të mira për të. Të gjithë ish nxënësit e saj, familja, kolegët, mikeshat e saj, të gjithë thonë vetëm fjalë të mira. Gloria ishte një person me një zemër të madhe, por me një karakter shumë të mbyllur, ishte shumë e ndrojtur, jetonte në atë rutinën e vet. Kjo pjesërisht e përfajt të familjes së saj. Për gjithë ata që janë prindër e dinë që nëse fëmia juaj ka një karakter të mbyllur, gjëja që ju këshillojnë më shumë mjekët, edukatorët, mësuesit, është që ta lini fëmijën tuaj të lirë, të socializojë, të hapet, të bëjë eksperiencat e veta, edhe eksperienca të gabuara, sepse duke bërë eksperienca të gabuara, ne mësojmë se çfarë është gabim dhe çfarë është okay. Pra, gjithmonë fëmijët që janë me karakter të mbyllur nxiten që të hapen sa më shumë, të flasin sa më shumë, të rrezikojnë edhe ndonjëherë. Kjo për brezin ton, për brezin mbas 90-s ndoshta. Prindët e Glorias ishin të moshuar, kështu që janë komplet një brez tjetër. Dhe e rrisin Glorian në një fluck. Një fluck ku nuk lejon njëri, ndoshta edhe sepse vajzë vetë me fëmijë vetëm, nuk lejon njëri të futen. Nëse unë ju them që prindët e saj ishin kontrollues ose si thua me të vjetrën, ju mund të mendoni që kishin një vizion të caktuar se si duhet që Gloria ta jetonte jetën e tyre. Kam zbuluar një detaj duke bërë kërkime për këtë rastin që prindët e saj rrinin deri aty sa ti kontrollonin edhe mesazhet, edhe se çfarë kërkonte ajo në kompjuter, çfarë shkruante në kompjuter. Gloria në këtë pikë ishte 49 vjeçe. Ndoshta për këtë arsye, ndoshta edhe për arsye të tjera, ndoshta edhe për një zgjedhje të saj personale, Gloria nuk kishte pasur kurrë asnjë lloj lidhje romantike në jetën e saj. Kishte 2-3 mikesha me të cilat takohej ndonjëherë mbas mësimit.
por nuk kishte pasur asnjë mashkull në jetën e saj. Dhe kjo nuk do thotë që çdo grua që vendos mos martohet e bën një gjë të tillë sepse është dëshpëruar, sepse nuk ja var kush. Jo gjithmonë është kështu. Ka shumë raste kur gratë vendosin të mos martohen dhe janë shumë të lumtur ashtu. Nuk e di në këtë rast nëse ishte një zgjedhje e Glorias apo ishte për shkak edhe të karakterit të saj shumë të mbyllur, që nuk ishte arritur si thua të përmbushej edhe në këtë aspekt, paktën deri në këtë pikë të jetës së saj. Por Gloria kishte vendosur që gjithë kohën e saj të dedikonte mësimdhënies, në fakt ishte mësuese. Mësuese e gjuhëve të huaja, sidomos e gjuhës frënge. Po ja, të gjithë thonë që Gloria ishte shumë e mirë për të jetuar në këtë botën tonë të qelbur që njerëzit janë bërë uqër dhe duan ta shyen njëri tjetrin. Dhe duhet pak edhe ajo, jo likësia, po si thua ajo aftësia për t'i kuptuar kur dikush po mundohet të mashtrojë apo dikush të ka gjanë vërtet, dhe të do vërtet. Gloria nuk arrinte dot ta bënte këtë diferencën sepse siç u thash, nuk kishte pasur ato eksperiencat që mund t'ia mësonin që ka dhe vërtet e njerëz të këqij. Kishte këtë cilësinë që shikonte gjithmonë më të mirën tek të tjerët. Shikonte potencialin, nuk shikonte çfarë njeriu kishte përballë, po shikonte çfarë mund të bënte ky njeri. Të sjellje kishte edhe me nxënësit e saj, edhe kur nxënësit e saj mund të ishin problematik ose po kalonin një periudhë vështirë, Gloria ishte gjithmonë aty për t'i mbështetur ata dhe nuk i gjykonte, ndoshta sepse shikonte tek ta nxënës vështirësitë që ajo vetë kishte hasur në jetë. Këtë gjë tenton të bëj edhe me Gabriele De Filippi. Gabriele De Filippi e takon Gloria kur ai është vetëm 12 vjeç. Ai jetonte bashkë me nënën e tij që ishte ndihmës infermiere dhe me vllajën e tij të vogël që ishte i smur. Që në fëmijëri Gabriele fillon të tregojë shenjat e para të problemeve, agresivitet, probleme me shkollën, probleme me mësimet, kishte shpërthime, nervash, nuk donte t'ia dinte kë kishte përballë. Dhe një gjë tjetër, duke sikur ndryshonte personalitet në bazë të personit që kishte përballë. Njëherë vishej një lloj forme, njëherë një lloj tjetër, njëherë vishej si femër, njëherë bënte make-up, njëherë vishej si macho alfa, si janë ta tipat që kanë dalë tani, pra me atë egon mashkullore, por nuk ndryshonte vetëm pamjen, ndryshonte edhe karakterin e tij. Prandaj disa njerëz kanë thënë që ndoshta Gabriele mund të ishte non-binary, pra janë ta personat që janë pjesë e LGBT-s. Me pak fjalë janë persona që nuk ndjen as mashkull as femër dhe nuk pëlqen të etiketohen as si njëra pala si tjetër. Pra, nëse sot ndihen mashkull, vishen si mashkull, nëse sot ndihen si femër, vishen si femër. Dhe absolutisht jetojmë një botë të lirë ku çdo kush ka të drejtën të bëjë çfarë të dojë për sa kohë nuk lëndon të tjerët. Pra, kjo pjesa e jetës së Gabrieles nuk është as pak një problem. Problem ishte sjellja e tij arrogante me njerëzit dhe kjo sjellje nxitej edhe më shumë nga fakti që Gabriele për shkak të këtyre veshjeve të tij ekstravagante nuk pranohej nga komuniteti ku jetonte. Kjo ngjarje ndodh në Castellamonte, është një qytet e vogël në provincën të Torinos dhe ku jetojnë shumë pak njerëz dhe dihet që vendet e vogla sigurisht që do ketë paragjykime dhe duket sikur këto paragjykime shtynen më shumë Gabrielen të sillet edhe më keq. Jo vetëm me mësuesit, por edhe me nënën e tij. Nëna e tij Katerina e gjen veten e dëshpëruar, çon Gabrielen në psikolog, në psikiatër dhe vërtet i gjejnë probleme me shëndetin mendor. Diçka që është përmendur janë tendencat e narcisizmit tek ai dhe sigurisht dhe një depresion i thellë. Prandaj i jepen ilaçe për ta mbajtur në kontroll dhe i këshillojnë të vazhdojë terapinë. Deri në momenti që ai arrin 18 vjeç dhe sigurisht këtu nuk e detyronin dot më që të shkonte në terapi, kështu që ai e ndërprerte, sepse ishte i bindur që nuk kishte nevojë për terapi. Por Gabriele kishte nevojë për terapi, Gabriele kishte nevojë shumë për të ndjekur në aspektin e shëndetit mendor, sepse Gabriele kishte probleme të thella me sjelljen e tij. Dhe nëse në fillim janë thjesht probleme me shkollën, notat e këqija, apo ndonjë shpërthim nervash, sa më shumë kohë kalon, aq më shumë Gabriele bëhet një person problematik duke bërë gjëra edhe më të rënda, pra duke arritur deri aty sa duke mashtruar njerëzit për para. Dhe në fakt paraja është shumë e rëndësishme për Gabrielen.
sepse duke u rritur kupton që i pëlqen shumë jeta e luksit, i pëlqen diskotekat, i pëlqen rrobat firmato, i pëlqen të shpërdoroj parat që nuk i ka sepse siç u thash, e vetmja që punonte në atë shtëpi ishte nëna e tij. Dhe sigurisht që të merrte rrugën e gjatë dhe të punonte dhe t'i bënte ato para nuk bëhej fjalë, kështu që Gabriele fillon të mashtroi njerëzit për para pra. Sidomos njerëzit më të mëdhenj se vetja, burra dhe gra. Si duke joshur, duke përdorur pamjen e tij, karizmën e tij, aftësitë e tij për të manipuluar mendjen njerëzore, sepse ai kishte studiuar për llogarit vet, jo në shkollë, kishte studiuar psikologji dhe kishte studiuar të gjithë teknikat e manipulimit për t'i bërë njerëzit të bënin gjërat që ai donte. Pra, një manipulues tipik mashtrues që në momenti që merr gjën që i ka vënë qëllim vetes, largohet dhe të braktisë dhe nuk ndjen asnjë lloj keqardhje për mashtrimin që ka bërë. Gabriele bëhet një mashtrues profesionist, sepse nuk është se mashtron persona do si do. Ai i zgjedh viktimat e tij, siç bëjnë pjesa më e madhe e mashtruesve, i zgjedh viktimat, i gjen pikën e dobët dhe pikërisht aty godet derisa të marrë atë që don, duke i shantazhuar, duke i kërcënuar ose duke i joshur, siç u thash. Një nga viktimat e tij të para e quhet Efizia Rossignoli, një grua shumë e madhe se ai në moshë në fakt, me cilën Gabriele nis një lidhje dhe tenton ta mashtroj. I thotë që kishte në plan të ndërtonte një hotel të madh, mirë po i dushin ca para. Për këtë arsye dërgon Efizia në bankë për të marrë një kredi në emër të saj sigurisht, për të ndërtuar hotelin ku kjo do ishte edhe bashkëpronare ndoshta. Dhe Efizia shkon për të marrë kredi në bankë. Fatmirësisht për të, kjo kredi nuk i jepet, sepse nuk arrinte sigurisht ta mbulonte me rrogën e saj dhe banka nuk të falë në këtë rast dhe nuk ja japin parat. Dhe kështu Efizia shpëton për momentin, por Efizia do rikthehet prapë në këtë histori fatkeqësisht. Dhe sigurisht në momenti që Gabriele kupton që Efizia nuk ja jep dot këto lekët, zhduket komplet nga jeta e saj. Por Efizia është një nga shumë personat që mashtrojnë nga Gabriele. Por siç u thash, ky njeri ishte mashtrues profesionist, nuk shkonte të mashtronte një person qëse nuk ja dinte dot pikat e dobta, kështu që i studionte viktimat e tij. Dhe nëse e gjente këtë pikën e dobët te dikush, godiste aty. Dhe të njëjtën gjë bën dhe me Gloria Rosbach. Ata takohen për herë të parë kur Gabriele është fëmijë në fakt, dhe me siguri në fillim nuk ka qenë fare pjesë e mendimeve të tij ideja që Gloria mund të ishte viktima e tij e ardhshme. Kjo ide vjen më vonë, por ata njihen sepse duke qenë se në fillim Gabriele kishte probleme me mësimet, nëna e tij e gjen veten shumë në vështirësi, kështu që fillon të pyes vërdall nëse dikush njihte një mësuese që ishte e gatshme të jepte mësime private, t'i ndihmonte me detyrat e shtëpisë pak a shumë. Është një punë që e kam bërë dhe unë këtë. Nuk duhet një kualifikim, por sidoqoftë nëse ti ke një shkollë të lartë, absolutisht ke më shumë shanse që të kesh më shumë klient. Dikush i këshillon Glorian, sepse Gloria merrte pak para në këmbim të mësimit dhe kështu ata njihen. Dhe siç u thash, Gloria ishte shumë e dashur me nxënësit e saj, edhe në nxënësit privat. Ajo nuk është se bënte këtë punë për parat, e bënte më shumë për kënaqësi personale, për ditur që po ndihmonte dikë tjetër, sidomos fëmijët. Kështu që për vite me radhë Gloria është mësuesja private e Gabrieles. Dhe për vite me radhë, në fakt, raporti mes tyre është ai mes një mësuesje dhe një nxënësi. Por ata ritakohen ritakohen kur tashmë Gabriele është i rritur, është 20 vjeç. Dhe vazhdon akoma me të njëjtat probleme që kishte më përpara. Këtë radhë është Gloria që kërkon ndihmë nga Gabriele, sepse çfarë ndodh? Gloria e gjen veten me probleme në punë. Sistemi shkollor në Itali është i strukturuar në këtë mënyrë. Janë mësuesit e rolit, që janë mësuesit që kanë vend pune fikse në atë shkollë, janë dhe mësuesit e janë dhe mësuesit e ndihmës, quhet shumë insegnante di sostegno i quajnë, që janë ato mësuesit që merren në veçantë me fëmijët që kanë probleme të shëndetit mendor, shëndetit fizik, dhe si thua fokusohen tek 2, 3, 4 fëmijë më shumëti.
Këta mësues në fakt kanë shumë më pak privilegje se një mësues roli që jep mësim normalisht, sepse nuk kanë një vend pune fikse, nëse mbaron kontrata, varet se ku të çojnë ata pastaj. E megjithatë, Gloria, pavarësisht se kishte gjithë mundësitë të ishte një mësuese roli, zgjedh të jetë një mësuese ndihmëse, sepse kishte për zemër atë fëmijët dhe donte t'i ndihmonte fëmijët që ishin në vështirësi. Nuk po e bënte thjesht për lekët. Por për fat keq ndodh që s'ka don kontrata dhe e gjen veten në vështirësi sepse nuk kishte më një vend pune fikse. Dhe pikërisht këtu takon arsyesisht Gabrielen që tashmë kishte mbaruar shkollën dhe i kërkon ndihmë me konkurset, sepse sigurisht që të futesh prapë në punë duhet bësh shumë konkurse, ka shumë punë, dhe i kërkon ndihmë atij. Dhe pikërisht në këtë moment Gabriele vendos që Gloria do ishte viktima e tij e radhës. Sidomos në momentin që në bisedë sipër Gloria i tregon që kishte 187.000 euro të kursyera. Me të dëgjuar një gjë të tillë, Gabriele vën aksion planin e tij për t'i marrë këto lekët. Dhe siç u thash, mënyra që ai kishte për ta bërë këtë gjë ishte duke i joshur njerëzit. Gabriele ishte i pashëm dhe përdorte pamjen e tij për të mashtruar njerëzit, për t'i joshur. Meshkuj femra nuk i bënte përshtypje sepse funditës i interesonin vetëm lekët. Ai fillon të josh Glorian, fillon t'i afrohet tashmë jo më si nxënësi i saj, por në një aspekt tjetër. Në fillim studion situatën, kupton që prindrit e Glorias janë njerëz me mentalitet pak të mbyllur, kanë atë vizion me tyre se si duhet sillet një person, kështu që nga ai djali rebel bëhet një djalë super i dëgjuar, shumë i sjellshëm. Pra ky është imazhi që prindrit e Glorias përballen kur Gabriele fillon të vinë në shtëpi dhe të sillet si miku i Glorias. Po ashtu dhe me Glorian, studion se çfarë lloj mashkulli do i pëlqente Glorias dhe shndrohet pikërisht në atë lloj mashkulli. Gloria nuk kishte pasur vëmendjen e një mashkulli deri në atë moment të jetës së saj, kështu që ai këtë gjë e përdor në avantazhin e vet. Fillon t'i japi vëmendje në çdo sekond, fillon t'i shkruaj pafund, fillon t'i premtoj, fillon t'i thotë që donte të kishte një lidhje me të. Dhe gjitha këto janë të dokumentuara, në mos mendoni që po i them unë tani me zë këto. Janë gjetur emailët e mesazhet që tregojnë që Gabriele po i vardiste Glorias. E di që jemi gjithë gati të gjykojmë dhe të drejtojmë gishtin ndaj dikujt tjetër, por kush nga ne nuk do i pëlqenin vëmendja e një personi, sidomos që një vëmendje e tillë se ke marrë kurrë në jetën tënde, dhe fillon e merr në një pikë, sigurisht që do të pëlqej. Kështu që unë nuk mundem dhe shpresoj që as ju të mos e gjykoni Glorian për faktin që Gloria bie në këtë grack. Por si e hedh fjalën Gabriele tek pjesa e parave? Si arrin Gabriele të bindi një grua të zgjuar, sepse Gloria ishte e zgjuar, që t'i japi këto para. I tregon Gloria si kishte ndërmend të shkonte të jetonte në jug të Francës. Së pari i thotë që kishte filluar të bënte biznes me një kompani në Milano që quhej Business Service Group. Dhe për t'i dëshmuar Glorias që ishte vërtet pjesë e kësaj kompanie, i çon vetes mesazh nga një numër tjetër, duke u shtirur si shefi i tij dhe duke lavdruar veten se sa i aftë ishte në punën e tij për të bërë investime dhe për të bërë lek. Dhe fillon aty këtu në emailet që janë gjetur më vonë të hedhi fjalën tek pjesa e parave. Fillon t'i thotë që nëse unë do kisha i çik më shumë para, do të kisha marrë me vete, do të kisha larguar nga këtu, do shkonim të jetonim të lumtur. Derisa bëhet i qartë fare dhe i drejt për drejt me kërkesën e tij, ku i kërkon Glorias që të shkojnë të jetojnë bashkë në jug të Francës dhe ai do punonte për këtë kompaninë, ndërsa Gloria nuk punonte si sekretarja e tij. Pra, përdor edhe faktin e pjesën e punës, që Gloria po e kishte vështirësi të gjente punë atë periudhë. I ofron një vend pune real, pra i thotë ti eja bëu sekretarja ime, rastësisht vendi punës është në Francë, sepse Gloria është mësuese gjuhës frënge, kështu që Gloria di frëngjishten. E kuptoni kur ju them që janë të gjitha të planifikuara gjërat? Dhe jo vetëm kaq, edhe shumë gjëra të tjera do dalin të planifikuara. Dhe pas muajsh të tërë nxitjeje dhe presioni psikologjik dhe premtimesh,
dhe manipulimi, më në fund e nxjerr kokën dhe thot, e di çfarë, më jep mua ato 187.000 euro që t'investoj tek projekti im. Por mos u shqetëso, sepse çështja muash është dhe do t'i jap prapë mbrapsht, sepse investimet dyfishohen, trefishohen. Sigurisht që Gloria nuk e bën menjëherë një gjë të tillë, sepse janë 187.000 euro, ishin të gjitha lekët që Gloria kishte kursyer për vite me radhë, në mënyrë që një ditë të mund të kishte një shtëpi të vetën, të kishte pavarësinë e vet. Ishte vërtet që Gloria nuk ishte shumë e lumtur me jetesën që i kishin dhënë prindërit e saj, dhe kishte ndjete të nevojshme të kishte diçka të vetën. Kështu që sigurisht që në fillim nuk thot menjëherë po. E flet me njerëzit, e flet me nënën e saj në fillim. Nëna e saj që si pëlqente fare ideja që vajza e saj ishte kaq e afërt me këtë djalin. Me pak fjalë, sado që Gabriele ishte munduar ta mashtronte dhe të bënte sikur ishte njëri i mirë, duke sikur në instinktin nënës së saj arrin të shikoj përtej këtij manipulimi. Megjithatë, Gloria arrin një pikë që dorëzohet dhe merr parat nga banka dhe jep të gjitha Gabrieles. Dhe me siguri po pyesni veten çfarë ndodh këtu, a mbyllet tu historia? Jo. Gabriele zhduket. Por përpara se të zhduket bën një gjë të fundit. Fakt, përpara se të marrë parat nga Gloria, bën një tentativë të fundit për t'i mbushur mendjen. Prandaj po ju thoja që mos jeni të shpejtë që të gjykoni se si ka mundësi që i ka rënë prej mashtrimit. Praktikisht merr Efizia në telefon, se si ja mbush mendjen nuk kuptohet, dhe i thot që të shtiret në telefon si drejtoresha e bankës për t'i mbushur mendjen Glorias që lekët e saj janë të sigurta, që s'duhet të shqetësohet. Dhe Efizia bën, merr në telefon Glorian dhe i thot, mos u shqetëso, lekët janë në bank, do të rikthehen 2 fishi, 3 fishi, siç thonin atëherë në kohën 97-ën shqiptarëve këto firmat piramidale që do t'i japim 3 fishin, 4 fishin e lekëve, edhe njerëzit çuan lekët aty. Por në këtë rast, sigurisht që Gloria tashmë kishte krijuar një lloj besimi tek Gabriele. Por Gabriele me të marrë lekët zhduket nga jeta e saj. Dhe jo vetëm nga jeta e saj, nga jeta të gjithë njerëzve që e njihnin Glorian. Zhduket dhe nga Castellamonte, shet shtëpinë dhe zhduket fare, domethënë nuk arrin dot ta gjejnë se ku ndodhet. Mbyll gjithë profilet në rrjetet sociale, nuk i hap më telefonin, nuk i hap më emailin, dhe për muaj me radhë në fakt, Gloria vazhdon të shpresoj që Gabriele do të rikthehet dhe bashkë me të dhe lekët që ajo i ka dhënë. Dhe për muaj me radhë në fakt, ajo nuk do të pranojë që është mashtruar. Jo më shumë për lekët, sa për faktin që si mund e Gabriele t'ja bënte një gjë të tillë. Madje edhe shoqeve të saj nuk i tregon të vërtetën siç duhet. Nuk i thot që i ka dhënë 187.000 euro, i thot që i ka dhënë vetëm 20.000 euro. Por arrin një pikë që më në fund Gloria kupton se çfarë ka ndodhur dhe vendos të bëjë një denoncim. Në fakt, më përpara e flet me avokatin e saj dhe avokati i saj arrin të gjejë se ku ndodhej Gabriele. Gabriele bashkë me familjen e tij ishin transferuar në një shtëpi tjetër në një vilë që e kishin bler me para në dorë dhe kishte kushtuar 200.000 euro. Çik më shumë se lekët që ai kishte marrë Glorias. Dhe i dërgon një letër ku i kërkon gjithë lekët mbrapsht. Por Gabriele nuk bëhet i gjallë. Bëhet i gjallë nëna e tij. Katerina, e njëjta që e kishte dërguar Gabrielen tek Gloria para shumë vitesh, merr Glorian në telefon dhe i thot: "Le të mos i fusim avokatët në mes. Le ta zgjidhim mes nesh." Dhe e fton në shtëpi. Gloria shkon dhe bën një bisedë me të, ku Katerina i tregon një histori që Gloria nuk e beson fare në fakt. Katerina i thot që në fakt Gabriele nuk ishte mashtrues. Vetë Gabriele ishte mashtruar. Dhe në fakt, ai shefi që dikur i kishte çuar mesazhin, që më pas u zbulua që kishte qenë vetë Gabriele, i kishte marrë gjithë lekët dhe e kishte rrahur dhe kishte ikur. Dhe prandaj Gabriele nuk po bëhej gjallë sepse po fshihej nga ky shefi i tij. Por sigurisht që Gloria nuk i beson. Nuk i beson dhe shkon tek avokati dhe i tregon të gjitha gjërat. Avokati që në fakt e qorton, i thot nuk duhet kishe shkuar, thot të flisi me këtë gruan pa mua. Por ndërkohë Gabriele ku ishte? Po mendoni ju, Gabriele po shpenzonte lekët këtej andej, duke i bërë përshtypje vajzave të tjera, duke shkuar nëpër kazino.
duke shkuar nëpër hotele, nëpër rezorte, me pa fjalë duke bërë një jetë mbreti. Deri në periudhën e Krishtlindjeve të 2015-s, kur merr një email nga Gloria. Gloria, pavarësisht se ishte mërzitur për fakti që ky i kishte vjedhur lekët, një anë tjetër i mungonte dhe i shkrua një email ku i thotë që nuk jam e mërzitur me ty për lekët, thjesht dua të di që se je mirë. Pra pavarësisht se ky njeri kishte marrë gjithë kursimet e jetës, prap Gloria nuk arrin dot ta urrej. Por do pyesni veten si është problem Gabriele këtë lloj sjellje dhe këtë lloj dëmshurie dhe këtë lloj dashurie të Glorias në mënyrë më të tmerrshme të mundshme. Me datën 13 janar, ai e pret Glorian kur ajo ka mbaruar sezoni mësim dhe del nga shkolla dhe përballen të dy mu përballë shkollës. I thotë që i vinte keq për çfarë kishte ndodhur, i thotë që kishte ardhur që t'i sillte parat dhe kërkonte të falur. Dhe i kërkon që të futet në makinë me të. Në makinë me të, në fakt, nuk ishte vetëm ai, ishte edhe një burr tjetër. Por emri i tij bëi të rëndësishëm më vonë. Gloria i thotë, "Okej, han drejt me prindërit, i jep atë puthjen e famshme në faqe babait të saj. Ndoshta në këtë moment kishte atë iluzionin që ndoshta gjërat do rregulloheshin dhe del nga shtëpia dhe ritakohet me Gabrielen. Kjo gjë në fakt është zbuluar më vonë që ata janë takuar atë ditë. Sepse kur Gloria nuk kthehet në shtëpi dhe prindërit e saj bëjnë atë denoncimin e famshëm në polici, policia me të futur emrin e Glorias gjejnë pa dinë që ajo kishte ngritur ndaj Gabrieles dhe sigurisht menjëherë ai është person interesi. Me datën 16, pra 3 ditë më vonë, Gabriele merret dhe çohet në polici që të merret në pyetje. Por me të përballur me faktet, me faktin që e kishte mashtruar, me faktin që kishte pasur një lidhje me të, gjithë mesazhet, gjithë emailet ku ai premtonte botën, Gabriele reagon në një mënyrë shumë çuditshme. Në fakt mohon gjithçka, thotë që e gjitha kjo ishte e planifikuar. Nga vërtet ai kishte çuar këto mesazhe, por nuk ishte ashtu siç duket. Ai tregon që Gloria i kishte thënë se ndjej e mbytur duke jetuar me prindët e saj dhe donte për të ikur nga shtëpia. Për këtë arsye, ai e kishte ndihmuar duke u shtirur si partneri i saj, në mënyrë që Gloria të kishte një arsye për t'i thënë prindërve që donte të largohej. Pra ishte gjithë e sajuar, por sipas tij prindët e Glorias e kishin kuptuar që ishte gjitha një sajesë dhe ishin mërzitur me Glorian dhe Gloria nuk kishte dashur të merrte përgjegjësi për veprimet e saj dhe për planin e saj dhe e kishte hedhur gjithë fajin Gabriele. Dhe kishte thënë që i ka marrë Gabriele parat, por në fakt i kishte humbur në gjëra të tjera. Dhe sigurisht që e gjitha kjo është një gënjeshtër. Dhe gënjeshtra zbulohet dhe dalin pa të dhëna të tjera kur ai burri që ishte në makinë me të arrestohet nga policia dhe tregon gjithçka. Burri në fjalë quhej Roberto Obert, ishte 53 vjeç dhe si gjithë të tjerët edhe ai kishte qenë një viktimë e Gabrieles. Gabriele kishte joshur, kishin pasur një lidhje bashkë, i kishte marrë lekët dhe më pas ishte zhdukur nga jeta e tij. Por disa ditë përpara zhdukjes së Glorias ishte rikthyer në jetën e tij. E kishte pyetur, "Di ndonjë vend këtej ku mund të hedh një trup njeriu dhe mos ta marrë vesh i ri?" Dhe ai Roberto i kishte treguar vendin se ku mund ta hidhte trupin. Sigurisht që kur ai po tregon këto gjëra, policët janë, sepse si mundesh ti je kaq budalla, më falni. E di që duhet të jem e paançme, por ai i tregon policëve që kishte menduar që ishte gjitha një shaka. Dhe kur Gabriele i kishte kërkuar që të shkonin të merrnin Glorian, i kishte shpjeguar gjithë planin, Roberto kishte menduar që ishte gjitha një shaka. Pra po bëhej thjesht për ta trembur Glorian, nuk kishte ndërmend t'i bënte keq vërtet. Kur Gloria ishte futur në atë makinë, Gabriele kishte kërkuar që të fikte celularin dhe të jepte atij. Më pas kishte nxjerr një lloj shamie, një lloj shalli nga xhepi. Gloria ishte ulur përpara në makinë, Roberto po jepte makinës, ndërsa Gabriele ishte ulur mbrapa dhe me këtë shallin kishte mbytur Glorian, ndërkohë që po ecnin me makinë. Roberto tregon që ishte munduar ta ndalonte, sepse në kokën e tij ishte gjitha një shaka, po bëhej thjesht për ta trembur. Por kur kishte kuptuar më pas se çfarë kishte ndodhur vërtet, kishte kuptuar që tashmë ishte përfshirë dhe ishte më mirë të bënte sikur s'kishte parë asgjë.
Dhe kur Gabriele merr vesh që Roberto ka treguar gjithçka, ai hedh fajin Robertos, thotë që ishte ai që e vrau Glorian. Por një gjë është e qartë, të dy janë fajtor për vdekjen e saj. Trupi i Glorias qëndet në një pikë grumbullimi të plerave. Sigurisht për gjithë zonën, por për gjithë Italinë në fakt që një rast shokues, por sidomos për njerëzit që e kanë njohur Glorian personalisht. Por përveç Gabrieles dhe Robertos, arrestohet edhe Katerina, nëna e Gabrieles, sepse ka dhënë dëshmi të reme. Pak kur u thirr në fillim për për dëshmuar, Katerina tha që atë ditë Gabriele ka qenë në shtëpi duke u kujdesur për vllajën e tij të vogël, sepse ajo do të punonte. Por mbasi kanë parë ato se si ishte lidhur celulari i saj me antenat e telefonisë, zbulojnë që në fakt gruaja s'kishte qenë fare në punë atë ditë. Dhe si përfundim, Gabriele dënohet me 30 vjet burg, Roberto Obert me 18 vite burg, ndërsa Katerina lihet e lirë. Një tjetër detaj që tregon Katerina është që në fakt ajo kishte frikë nga djali i saj. Tregon që djali i saj ishte i dhunshëm, jo vetëm ndaj njerëzve të tjerë, por edhe ndaj saj. Dhe në fakt mbasi është dhënë dënimi, ajo nuk ka më një raport me djalin e saj. Nuk janë takuar më. Dhe kjo është historia e trisht e mësueses nga Torino. Këtu e mbyllim edhe videon e sotme. Dhe duke shpresuar që gjërat të ndryshojnë, unë ju përshëndes dhe do ritakohemi të premten e ardhshme. Mos harroni të bëni subscribe te kanali im, edhe te kanali i dytë nëse ju pëlqen. Mos harroni të vini një like videos nëse ju pëlqeu dhe pse jo më lini mendimin tuaj historinë e Glorias sigurisht. Ciao.